Kush ka predispozita më shumë në lëndime tek fëmijët, për shembull vajzat apo djemt? Apo s'mvaret? Nuk varet mas shumë t'i kemi që na lëndohen djemt, për shkak se edhe djemt merren ma shumë me sporte se sa vajzat. Për atë arsye, nëse him në statistika, shumë ma shumë kemi djemt që na vinë edhe shumë ma shumë djemt që merren me sporte. Ka qenë para 2 viteve, dikun për një kohë jo shumë gjatë, mosha 14 dhe 16 vjeçar, kemi pas një seri të fëmijëve që kanë ardhur me ligamente të këputuna. Gjithmonë kemi insistu që me tentu mja siguru kushtet ma të mira në futboll, që ata mundën me ushtru në terenet buta, po lojnë me pas në teren të fort, që dallon shumë edhe përgatitja fizike dhe gjitha. Për atë arsye kjo duhet me qenë një grup i njerëzve që merren edhe i trajtojnë prej fillimit deri në fund. Se ne i mjekojmë veç pasojat. Ne si mjek, ne i shohim veç pasojat. Po kushtet ato duhet të thotë institucionet me qenë që mja kushtu rëndësinë edhe mi trajtu deri në fund gjithçka, se gjithçka të ne fatkeqësisht ende jemi në mënyrë vetanake më marrë me këtë punë, që është jo drejt. Shumë e vërtet.